Doja me jepi shkurtimisht cilat ishin rezultatet e Procredit Bank për vitin 2011 dhe cilat janë objektiva dhe pritshmëritë kryesore për vitin investim. 2011 ishte një vit relativisht i vështirë, sidomos për të mbajtur cilësinë e portofolit nën parametrat të cilat janë objektivat tanë, sa më të ulët të mundshëm, gjithmonë jo vetëm për zhvillimin e biznesit të vogël që ka peshën më të madhe të portofolit tonë të kredisë dhe biznesit të mesëm, po edhe për faktin e peshës që pati në rritje kredia ndaj bujqësisë, sektorit të agropërpunimit. Dy sektorët që patën rritjen më të madhe për ne ishin kryesisht eksaktësisht biznesi i mesëm dhe agropërpunimi, me rritje gati 15-25%, ndërkohë që në total portofoli u rrit vetëm 3.5% parafërsisht. Kjo kryesisht për faktin e fokusimit tonë të ky lloj biznesi njëkohësisht, mungesës së kreditimit të kredive shumë të mëdha në vetvete. Dhe për këtë do duhet të ndalem pak për të thënë disa që janë edhe të rejat e grupit ProCredit Holding, të cilët neve bëjmë pjesë së bashku me disa bankat e tjera në rajon. Dhe njëkohësisht ka patur një efekt tjetër dytësor, fakti që kredia për individët ka qenë frenuar disi në vitin e shkuar dhe kryesisht nuk është asnjëherë e stimuluar fuqishëm nga ne. Për ne kredia për individ do të vazhdojë në vitin 2012 të shkojë kryesisht drejt edukimit, kjo për të tretin vit radhazi, të eficiencës së energjisë në investimet në banesa, por edhe në pajisjet e brendshme shtëpiake. Do të vazhdoj të ngelet e bujësia, për të cilën viti i shkuar ishte goxha pozitiv dhe na tregoi realisht hapësirat ku janë për zhvillim. Për këtë ne po ndjekim edhe tregun se si po zhvillohet, kush janë politikat e Ministrisë së Bujqësisë, fondet e IPARD-it, ku shkojnë në cilin drejtim, përgatitja e stafit tonë të brendshëm për të krijuar një njohuri bazë në këta sektorët bazë të cilët do të marrin jo vetëm investimet, por edhe fondet dhe suportin kryesor, dhe në bujqësi do të jemi gati për të marrë dhe më tepër risk përsipër. Kjo për disa edhe marrëdhënie të cilat po përpiqemi të zhvillojmë me institucione ndërkombëtare, të cilat krijojnë incentiva për sistemin bankar për të marrë më tepër risk. Që do thotë bujqësia për ne ngelet prapë së bashku me biznesin e mesëm, dy kolonat kryesore për rritjen e kredisë së biznesit këtë vit. Thash diku më para që biznesi dhe kreditë e mëdha nuk kanë patur një rritje të konsiderueshme për dy arsye kryesore, jo vetëm sepse ne në vitin 2011 pam një fenomen që ishte centralizimi kryesisht i kreditimit te këto biznese, duke kredituar ata klientët e tyre, duke qenë kryesisht furnitorët bazë të një rrjeti shumë të madh klientele, në pamundësi për biznesin e linjës më poshtë tyre për të marrë kredi në sistemin bankar, qoftë për kolateral, qoftë sepse riskun e kishte pak më të lartë, qoftë dhe për informalitetin, gjë të cilën pavarësisht se ne suportojmë, përpiqemi që të shikojmë dhe zhvillime në atë lloj drejtimi, nuk patëm një kreditim shumë të madh, kryesisht tek ky biznes i madh përkatësisht për riskun, këtë risk centralizimi, kreditimin e centralizuar të gjithë zinxhirit të klientëve të tyre, po e mbartnin në duar këto bizneset e mëdha. Ne u përpoqëm dhe vazhdojmë të përpiqemi edhe këtë vit që kjo të mund të shpërndahet, jo vetëm për të diversifikuar riskun që ekziston, por njëkohësisht për të vazhduar dhe për të futur më shumë kreditim në të gjitha hallkat, edhe një edukim më tepër, po dhe një formalizim, i cili shkon bashkarisht në linjë me të njëjtin fenomen. Nga ana tjetër, në nivel grupi, ne kemi marrë aprovimin e licencës për hapjen e një banke në Gjermani. Kjo ka ndodhur në dhjetor të vitit 2011. Për këtë proces kemi vendosur në bank, në të gjithë grupin gati, standarde shumë të larta të politikave të riskut. Dhe disa nga këto politika prekin diku dhe kërkueshmërinë që kemi ndaj bizneseve të mëdha për formalizim, jo vetëm të planeve të investimit, të aktivitetit të tyre, dhe duhet të pranoj që një nivel të vogël, jo shumë të lartë. Ky ka qenë dhe një nga fenomenet e tjera e cila ka ndikuar të themi mosrritje në mënyrë masive të kreditimit në këtë lloj sektori. Këto lloj standardesh do të jenë pjesë dhe viti 2012. Edhe pse neve kemi parë në shumë nga klientët shumë përpjekje dhe arritje shumë të mëdha në plotësimin e këtyre standardeve, i qëndrojmë strikt këtyre standardeve, pasi besojmë që vendi ynë shumë shpejt do t'i arrijë.
do të duhet i arri, dhe po i arri në fakt, shumë herë më tepër, kështu që nuk do donim të hiqnim dorë. Besojmë që ka patjetër nevojë për të marrë risk akoma më shumë për kreditim në sistemin bankar, por që mendojmë që të paktën te biznesi ky risk duhet të jetë i shpërndarë në të gjithë zinxhirin ekonomik. Një nga arritjet tona më të mëdha që vazhdojmë të jemi gjithmonë krenar për të është cilësia e portofolit. Niveli i portofolit i cili nuk performon ishte në nivelin 9%. Shumë poshtë mesatares së tregut, por gjithmonë shumë e rëndësishme për mënyrën gjithmonë konservatore të disiplinuar të vendimarrjes son ndaj klientëve, një proces i cili është i plot në vlerësim njëkohësisht, jo detyrimisht i shkurtër dhe jo detyrimisht me risk, edhe pse riskun në atë sektor në të cilët besojmë shumë, ku është suporti dhe nivel strukturor, por edhe nga klienti me besueshmëri shumë të madhe ne e bëjmë. Dhe biznesi i mesëm dhe bujësia, pavarësisht riskut që kanë, ne i kemi suportuar shumë më tepër se sektorët e tjerë dhe do vazhdojnë të jenë suporti kryesor edhe në vitin 2012. Rreziku i kredis i drejt për drejt i vlerësohet si themi rreziku kryesor për bankat. Ju si po e menaxhoni në kuptimin e kujdesit për portofolin e kredive me probleme dhe në themi standardet për kreditdhënien e re? Është e vërtet raporti nuk ishte shumë pozitiv ose inkurajues, të paktën për të shpresuar në një rritje kërkese për kreditimin në sistemin bankar këtë vit, i pritshëm, duke parë curinve të 2011-s, por edhe duke parë brenda për brenda institucionit në marrëdhënie me klientët tanë, efektin që ka patur kjo situatë ekonomike. Është realist, edhe pse në shifrat e veta më të ulta për sa i përket konfidencës konsumatorëve për konsum dhe inflacionit, që besoj është në më të ultin e vet për një periudhë gati 10 vjeçare, do të doj vëmendje në të dyja drejtimet. Një në nivelin strukturor, besoj të ekonomisë, ekonomia ka nevojë për stimul për të mund të rritur konfidencën, besimin, të më falësh njëkohësisht edhe mundësim për të shpenzuar më tepër dhe për gjeneruar më tepër të ardhura. Patjetër që është një sinjal dhe për sistemin bankar për të krijuar akoma më shumë mundësi, besoj në kreditimin në valutën lokale, do të ishte jo vetëm me riskun më të ulët, por një element i cili prek masën e madhe të klientëve, qofshin këta individ, qofshin këta bizneset e vegjël dhe të mesëm, sidomos edhe në sektorët strategjik siç është bujësia. Por nga ana tjetër, patjetër që kërkon që bankat të marrin një risk përsipër. Kjo nuk diskutohet, por rolin që bankat kanë në sistem nuk mund të jenë thjesht pritse të kësaj kërkese, do duhet të jenë edhe stimuluese. Stimulim një nga elementet patjetër që është interesi, i cili në valutën lokale ka hapësira dhe besoj që do duhet të ketë reagim edhe nga bankat, sidomos dhe pas iniciativës dhe ndryshimeve që ka kryer edhe Banka Qendrore për sa i përket interesit bazë, për nevojën që ekziston njëkohësisht për ta stimuluar në vetvete, qoftë edhe me produkte shumë më tepër, jo më tepër riskose, por shumë më tepër të themi lehtësuese për sa i përket bizneseve. Ka një fenomen të zhvilluar në 2011 që duket që është i njëjti fenomen dhe i vitit 2012, kreditimi i kredive shumë afatshkurtra. I domosdoshëm për situatën ekonomike, patjetër që është dhe konfirmimi një sinjali jo shumë pozitiv për sa i përket konfidencës dhe besimit për të bërë investime afatgjata në qoftë në individin, por njëkohësisht edhe tek sektori i biznesit. Kjo do të vi, jo se nuk ekzistojnë mundësit, jo se nuk ekzistojnë besoj dëshirat e klientëve, është e lidhur me një stabilitet shoqëror, politik dhe një vizion pak më pozitiv për sa i përket ndryshimit dhe zhvillimit ekonomik të vendit tonë. Dhe në këtë rol besoj jemi të gjithë, si sektori politik, ashtu edhe ekonomik, ashtu edhe sektori bankar. Diskutimet bëhen gjithmonë edhe më të hapura në dhomat e tregtisë, në për shoqatën e bankave, akoma edhe më tepër. Çdo lloj stimuli që banka duhet të bëjnë si për të ulur koston e fondeve personalisht dhe besoj është kryesore për ta incentivuar. Pavarësisht domosdoshmërisë nuk diskutohet në sektor për të patur një stabilitet depozitash, besoj që për tregun tonë është lehtësisht e kalkulueshme, e matshme, por njëkohësisht edhe
e domosdoshme për të stimuluar, e domosdoshme që ulja e kostove të fondeve të ndodhi në mënyrë që të mund të incentivohet kreditimi. Të dyja janë shumë të rëndësishme, për sa kohë sektori ynë është stabil sot, qoftë në nivelin e kapitalit, qoftë fakti që cilësia e portofolit është stabilizuar, nuk ka patur efekte rritje, do të duhet tani që të fokusohemi shumë te kreditimi. Dhe që të fokusohemi te kreditimi, dy janë elementet, pak më shumë risk përsipër, një kosto më të ulur të fondesh dhe një proces shumë më eficient. Procesi e lidha pak me afatin e kredive të cilat janë disbursuar, të cilat janë afat shkurtra, patjetër që është më tepër i shkurtër, nuk diskutohet, patjetër që çmimi në këtë rast është dhe një sinjal tjetër që mund të adoptohet dhe mund të ndryshojë shumë më shpejt, duke qenë se kreditë të cilat po jepen janë afat shkurtra, e megjithatë ekonomia ka nevojë për kredinë afat gjatë, ka nevojë për kredinë e investimit për të gjeneruar fondet e vendet e punës, nuk diskutohet një mundësi për rritje dhe për investime në vazhdimsi. Faleminderit ju, suksese të gjithëve.